Ju përshëndes të gjithëve. Në takimin e radhës do të flasim dhe diskutojmë mbi pikat e platformës politike të Lëvizjes Shqipëria Re me koordinatorin e zonës së Don Boskos në kryeqytet me Tazaret Bishkën. Së bashku sigurisht që do ndajmë disa nga propozimet dhe idetë konkrete të tij. Përshëndetje. Përshëndetje. Të falenderoj që pranove të merr pjesë në këtë intervistë për ndarë së bashku idetë, por doja të dija fillimisht në hyrje të kësaj interviste sepse vendose të bëheshe pjesë e Lëvizjes Shqipëria Re. Fakti që Lëvizja Shqipëria Re ka në qendër të vëmendjes të rinj, do të thotë që edhe mosha ime aktuale përfshin të rinj dhe mendoj se është gjë shumë e drejtë për të marrë pjesë, domethënë, duke u aktivizuar në lidhje me këtë lëvizje, përderisa mund më përfshin edhe mua personalisht. Ju vetë jeni njohur me platformën politike të lëvizjes dhe të donim të ndanim së bashku sigurisht dhe për gjithë shikuesit që na ndjekin në këto momente se çfarë mendimi keni për të. Sigurisht një mendim kritik, qoftë pozitiv apo negativ, do donim ta kishim nga ju. Patjetër. Atëherë, platforma politike e Lëvizjes Shqipëria Re bazohet në 7 pika dhe mendoj se kam bërë një përmbledhje duke i përfshirë të gjitha fushat kryesore, duke filluar që nga shtresat sociale, arsimore, kulturore dhe deri tek pjesa politike e tyre. Ka disa pika të caktuara, të cilat neve mund të kemi debat lidhur me to, por cila nga pikat është më e prekshme për ju dhe që mendoni se mund t'jepni më shumë ide për të? Si pikë plotësuese mund të jetë për shembull zgjidhja e çështjes së pronave. Fakti që në ditët e sotme është shumë problem i madh kjo gjë, mendoj se mund të jetë një zgjidhje domosdoshme që mund të jepet kësaj gjëje, domethënë, lidhur me çështjen e pronave, sepse po vriten dita ditës, siç kemi dëgjuar nga mediat e shkruara edhe televizive. Sipas mendimit tuaj, cila nga pikat e platformës do të sillte më shumë debat dhe për cilën ju keni diçka për të thënë? Mendoj se debati i madh mund të sjellë çështja e poligamisë, duke qenë se ne e kemi pasur të trashëguar traditën e familjes shqiptare dhe e kemi pasur shumë të shenjtë. Mendoj se nuk është gjë e drejtë që një burr të ketë më tepër se një grua, domethënë. Kjo do të sillte një shturje totale, mendoj, qoftë të shoqërisë, por qoftë edhe të familjes, sepse normalisht një gjë kryesore që na dallohemi ne si karakteristikë kulturore e vendit tonë është familja dhe fakti që shkatërrohet familja do të thotë se shkatërrohen edhe fëmijët që ata edukojnë dhe rrisin, domethënë. Po për sa i përket dënimit me vdekje, sigurisht edhe në forume të ndryshme, qoftë edhe në Facebook, që është një rrjet i fuqishëm social dhe që shumë të rinj janë aktiv aty, kanë shprehur mendimin e tyre, disa pro, disa kundra. Ju vetë çfarë mendoni në lidhje me këtë pikë? Atëherë, dënimi me vdekje është për të dënuar krimet shumë të rënda, duke qenë se janë shtuar shumë në ditët e sotme krimet e rënda, atëherë unë për vetë time jam kundër dënimit me vdekje, por jam pro kësaj gjëje që të rritet masa e zbatimit të ligjeve, që do të thotë heqja e korrupsionit dhe gjyqtarëve të korruptuar, zbatimi i tyre me përpikmëri dhe shtimi i njerëzve që vrasin, sidomos shtimi i tyre pse jo me burgim të përjetshëm. Është si të thuash analogji me njëra tjetrës, domethënë, dhe dënimi me vdekje, sepse ai aty ka për të vdekur dhe nuk jam kundër kësaj, përderisa jeta është shumë e shtrenjta dhe normalisht nuk ka pse të ta marrë dikush tjetër, por që të mbash përgjegjësi për ato që bën, të dënohesh penalisht lidhur me ligjet që ekzistojnë dhe zbatimi i ligjeve është gjëja kryesore që mund të bëhet, por se mendoj se është gjë drejt dënimi me vdekje. Mendoni se një zbatueshmëri e plotë e ligjeve në mënyrë korrekte do të sillte reduktimin e vrasjeve duke qenë se kanë ardhur në rritje vitet e fundit? Mendoj se po, është gjë e drejtë që mund të bëhet, pasi nëse dikush përpara se të bëjë një vepër penale apo kriminale, do t'i duhet që të mendohet 2 herë, pasi do jetë i përgjegjshëm për veprimin që do bëjë, sepse normalisht e di se çfarë pret. Kurse aktualisht në ditët e sotme këto gjëra, domethënë nëse mund të kesh të njohur apo mund të paguash disa lekë dhe del nga burgu pa gjë të keq fare, edhe pse mund të kesh vrarë njerëz me fjalë. Kurse nëse bëhet kjo gjë, shtrëngimi i tyre, si të thuash, i bie që secili të paguaj për atë që bën. Nëse ndalemi pak te kriminaliteti, cilat mendoni se janë disa nga pikat që shtyn të rinjt sigurisht për të sjellë rritjen e kriminalitetit. Flasim këtu për aspektin e shkollimit apo edhe statusin e tyre social.
Atëherë, mendoj se shkaku i parë është papunësia. Shumë të rinj e gjejnë veten të papunë dhe duke qenë të papunë detyrohen domethënë për të kryer krime të ndryshme apo vjedhje sepse normalisht duan që të jetojnë. Tjetër gjë është edhe shkollimi. Fakti që abuzohet shumë edhe në sistemin arsimor, abuzohet shumë në ditët e sotme sepse ata që dalin dhe janë të aftë fatkeqësisht domethënë i gjen duke punuar ose kamarier ose edhe rrugëve të papunë. Dhe duke qenë se vendos edhe një staf pedagogjik i mirëfillt dhe i mirë, i bie që këta të rinj të edukohen dhe të mos të futen në rrugës së keqe, por të futen në rrugës së mirë. Dhe duke qenë se do t'i futen në rrugës të mirë, i bie që të hapen dhe vende të lira pune dhe fakti që hapen vende të lira pune i bie që këta mos të kryejnë as vrasje as krime, ndërkohë që të bëjnë një jetë normale sociale. Në qoftë se ju do të kishit fuqi vendimarrëse, çfarë do doni të bënit më shumë për rinjën shqiptare që situata aktuale të ndryshojë për mirë gjithmonë? Atëherë mendoj se duhet ta nisim nga vetja tonë, duhet të jemi të ndërgjegjshëm për ato që duhet të bëjmë. Nëse do kisha fuqi vendimarrëse, do të shtoja së tepërmi më tepër ndërgjegjësimin e njerëzve lidhur me ato çka ne duam që të bëjmë dhe duke ju përshtatur një platforme të caktuar që neve do të parashtroja dhe pastaj do të punoja me anë të punës në grupe duke i organizuar në mënyrë sa më të mirë për të plotësuar sadopak pikat e asaj platforme që ne do të parashtronim fillimisht. Ju vetë si do ta cilësoni të rinjën shqiptare, aktive apo pasive? Do ta cilësoja pasive. Për vetë faktin sepse me të vërtet shumica atyre mund të jenë të ndërgjegjshëm, por kanë frikë për veprim. Po mendoj se është me të vërtet koha për të vepruar. Sepse në qoftë se do ishte aktive, normalisht do kishte vepruar. Po këta udhhiqen jo nga vetja e tyre për të kërkuar të drejtën e tyre, por udhhiqen nga anët politike. Mund të udhhiqen nga një anë politike, por ta krijojnë vetë. Pra të jetë diçka origjinale, jo diçka e kopjuar nga dikush tjetër. Dhe mendoni se platforma politike e Lëvizjes Shqipëria e Re, le të themi do t'i nxjerrë të rinjt, le të themi nga kjo pasivitet që kanë ato, do të bëjmë më aktiv dhe do t'i jap mundësinë që të shprehin lirshëm idetë e tyre dhe të bëjnë diçka për ta ndryshuar gjithçka? Mendoj se duke qenë se në fokusin e Lëvizjes Shqipërisë së Re janë vetë të rinjt, që do të thotë do ta bëjnë vetë qeverisjen të rinjt, atëherë mendoj se do ta motivojnë dhe më tepër, duke qenë se ata do përqendrohen tek vetja e tyre normalisht, tek vetja e tyre dhe tek kushdo tjetër lidhur me shtresat e ndryshme të popullsisë, duke filluar që nga çështjet sociale, kulturore, arsimore, deri tek administrata e lartë e shtetit, duke qenë se është siç i përmbahet edhe një pikë tek platforma që duhet tek administrata e lartë të punojnë nga mosha 45 vjeç e poshtë, domethënë. Që do të thotë që vetë shteti ka nevojë për ide të reja, për ide krijuese dhe jo për ide të vjetra. Jemi lodhur tashmë me ide të vjetra dhe mendoj se të rinjt janë më se të aftë për ta bërë këtë gjë. Të falenderoj shumë për këtë intervistë dhe për të gjitha mendimet që ndave me ne. Ju faleminderit juve.